محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë vetëm Allahut të mëdhenuar, ata falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, padyshim se biografia e Muhamedit alayhi salatu wassalam për neve mbetet gjithmonë një udhërrëfies aktiv, i pa alternativ. Çdo ngjarje nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam për neve është shumë domethënëse. Nga se në vetën e saj përmban të gjitha ato që na duhen neve si besimtar. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte i dërguar i fundit, por ishte dhe model dhe shëmbëltyra jonë si duhet me kuptu fenë dhe si duhet Allahun xhallahu ala me adhuru. Në kuadrat e jetës së tij të pasur, të begat, kishte ngjarje shumë të ndryshme. Por padyshim se disa nga ato ishin shumë më të veçanta, më specifike, më të rëndësishme. Dhe ne si besimtar duhet kushtuar vëmendje ngjarjeve të këtilla. Jo vetëm kur vije koha për t'i përmendur në aspektin kalendarik, por gjithmonë të jeni burim i frymëzimit, i udhëzimit dhe edukimit ton. Nga ngjarjet madhore, madje nga ato më të rëndësishmet në jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam është edhe ngjarja e njohur si ngjarja e hijretit. Shpërngulja e pejgamberit alayhi salatu wasallam nga Mekka në Medinë. Një ngjarje që nuk zgjati një ditë, një ngjarje që ishte e mbushur me rreziqe, një ngjarje e cila ishte e mbushur me probleme, telashe, sprova, sfida të lloj-llojshme. Një ngjarje e cila është shumë e pasur në mësime për neve të ndërozër. Me një ngjarje të këtillë kur ballafaqohesh është shumë problem me përmbledh, me trajtu në një ligjërat shumë më gjatë se një hutbe. E lënë më një hutbe që kohën e saj të kufizuar. Mirë po, dua që të përmendni një çështje më rëndësishme që ka të bëjë me hijretin, me qimi tash në fillim të muajit të parë të vitit hënor, muajit Muharram. Ky është muaj i veçantë tek Allahu te barekuhu teala, muaj i parë, muaj Muharram, muaj që Allahu xhallahu e don dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar me adhurimin në vend çati me agjerim. Ka filluar numrimi i viteve të ndërozër për neve si besimtar në kalendarin hënor me këtë ngjarje të madhe, me ngjarjen e hijretit. Prandaj edhe thuhet viti kaq i hijretit, viti kaq i hijretit. Kanë kaluar 1447 vite tash nga hijreti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kanë kaluar shekuj me radhë, por kjo ngjarje të i kalon të gjitha kufit e çfarë do lloj dimensioni historik apo gjeografik. Përmasat e kësaj ngjarje të ndërlozur janë përmasa që shtrihen deri në ditë gjykimit. Andaj nuk duhet me trajtu këtë ngjarje si një histori të kaluar, si një ngjarje e kaluar që ka ndodhur dhe ne atashti si një refren e recitojmë dhe e përsëritim dhe shkojmë tutje. Jo, nga se kjo është një nga format do të thotë më të këqija të privimit ton nga kjo ngjarje e madhe. Ka shumë mësime, që nga nisja, përgatitja, planifikimi, leja, lëvizja, strehimi i shpellë, vazhdimi i rrugës, ngjarje gjatë rrugës, arritja në Medinë e shumë tjera, ka shumë që ka me thonë për këtë histori të rëndësishme. Mirë po, du me përmbledh në 3-4 dobi që shpresoj të jenë për neve të rëndësishme edhe për kohën tonë. Do të thotë për masat historike të hijretit edhe për kohën tonë. E para të ndërozër, ai që e lexon këtë ngjarje dhe ju këshilloj me e lexu këtë ngjarje. Ka libra që flasin për biografinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çelën aty tek shpërngulja e pejgamberit hijreti. Ka ligjërata të xhallare që flasin për këtë temë. Dëgjoni mirë
për të kuptuar se çka ka ndodhur realisht në këtë periudhë kohore kur pejgamberi son vendosi mu largu nga Mekja. Fillimisht të ndërozër, ajo që dua më përmend ka të bëjë me motivin e shpërnguljes. Pse u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A u shpërngul për një jetë më të mirë ekonomike, për një rahati më të mirë, për një komoditet rahati? Pse u shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pse braktisi Mekën? Çfarë bënte pejgamberi alison në Mekë para se me braktis Mekën? Të ndërozër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngarkua me një mision shumë të rëndë. Kodrave dhe bjeshtë nga me o vendos ishin rënuar kodrat. Misioni shpalljes, misioni fjallës e Allahu Gjelle Gjelalu, i si përmbante në vetën e ti udhëzimet e mjaftueshme për udhëzimet e nevojshme për njeriun. Udhëzimet për përmirësimin e njerëzimit, për kthimin në rrugën e dur, për lidhjen me Allahun Gjelle Gjelalu, për ndërtimin e urave të rënuara në mezvete e shumë të tjera. Edhe pse misioni ishte shumë fisnik, edhe pse burimi ishte hyjnor, edhe pse qëllimi ishte shumë i sinqert, megjithatë, Kurajsht e Mekës nuk e pranuan. Rezistuan, refuzuan, luftuan, u treguan agresiv, të rrept, të dhunshëm ndaj pejgamberit alajhissalam dhe pasuesve të tij. Pejgamberi nga ana e tij u tentoi dhe u përpjek në mas të madhe me shmang çdo konflikt, çdo përplasje. Madje shokët e tij kërkonin reagim. A i thonë të isbiru, sabër, nga se ata që kanë qenë para jush, janë sprovu edhe më vështirë se ju e kanë duru, sabër, kufu e i djekum, largë dur nga balafaqime dhe konfrontimi, sabër, nuk është e letë dikush me të ngacmu, me të provoku, me të godit, me të shkel, e ti me bo sabër, nuk është e letë. Me gjithat pejgamberës më bënd të sabër. Pse bënd të sabër? Nga se e dënë të vendin e vetë, e dënë të popullë e vetë, nuk e dënë të gjakderë, nuk e dënë të konfliktin, nuk e dënë të problemin, nuk e dënë të kaosin. Për këtë arsye, Allahu Gjellë i tha, bë sabër. Diri sa situatë u ngushtua, ishte pa mundshme. Sa që Kurajsht e Mekës morën guxime dhe me organizu atentat kundër pejgamberit asë me evra. E çfarë mbetet më në atë vend, ku je i shtypur, i luftuar, i përjashtuar, ku fizohen nga çdo aspekt, madje organizohet atentat me të vrarë kundër teje. Çfarë mbetet më në atë vend? Pas ballafaqimit të armatosur që të mbrohesh, ose largimin nga i vend që ta ruash gjakun e të tjerve, e mos lejosh që me ndjeletit të i lehtësojnë dhe realizojnë agjendet e tyre. Andaj pejgamberi sa nuk e lëshoi vendin e vet, pse nuk e dënte, po e lëshoi pse e dënte. Nuk e lëshoi vendin e vet, pse urrante popullin e tij, po pse e dënte. Nga se edhe mundësia me shkatru këtë popull, nuk pranoj. Zoti Gjellera i dërgoi melek të Adan, kodrat e Mekës i hudhin mbi kokën e tyre. Tha jo. Pat mundësi, tjetën të i lirë Mekë, pa ta, po nuk dënte që tjetën të i lirë, e rahat në kurizën e shkatrimit të popullit vetë, e dënte popull në udhëzum, e dënte popull në këthim në rrugëdur. Prandaj u largua që të kthehet, nuk u largua përjetësisht, u largua që të kthehet, por kësaj radhe të kthehet triumfues, më i fuqishëm, që zërat rezistues të shpallës të heshtën apo të largohen. Pra e të ndërëvëzër, njëri duhet me u sakrifiku për vend vetë, me luftu, me he keq, me pagu çmim, nga se ruajtja e vendit, ndërtimi i vendit, ruajtja e popullit, familjes, nuk është komoditet, nuk është rahati, është mision, është sfid, është sprov, është telashe, që duhet me pagu çmim për te. E pagoj pejgamberin deri në fund, deri në centrin e fundit mundshëm me pagu çmimin e pagoj. Prandaj mësimi i parë është përkushtimi ndaj vendit për me ndërtu me besim në Allahun te bareku, me ndërtu me udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ruhet familja, të ruhet nderi, të ruhet jeta, të ruhet pasuria, dinjiteti, karakteri të ruhen, që të na ruhet rinia nga degenerimi, nga shturjet. Duhet përkushtim maksimal dhe lodhje. Prandaj hijreti nuk është ikje, por është stabilitet, është tregues i qëndrueshmërisë në parimet e tua për të mirën e vendit popullit tonë. Këtë e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky është mësimi i rëndësishëm i hijretit, që duhet çdo kush me marrë të ndrozur në përkushtimin e tij, që duhet treguar karshi atyre që e ndon me ta të njëjtën tokë, të njëjtën bukë, të njëjtin ujë, të njëjtën gjuhë. Mësimi i dytë i hijretit të ndrozur është
se pejgamberi s.a.s. me gjithë vendimin e vështirë, me gjithë këtë vendim të dhimbshëm që kishte ngarkesë për pejgamberin alayhi sallam, madje kur doli nga Mekja, i përlotur u kthye nga Mekja dhe tha: "O Mekë, nuk ka vend dynja që e dua më shumë se ty. Dhe mos ishte dhuna e popullit ton, me më dëbu kur s'kisha me dal." Kështu doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në këtë formë. Megjithatë ndërvëzër, nuk doli vetë sa për dal, nuk doli vetëm me kokë ulur, e ku të bie, e ku të shkaj s'është më rëndësi. Jo, planifikoj gjithçka. Edhe kjo është më rëndësi. Planifikimi, marrja e sebepeve. Ishte i dërguari i Allahut, i garantuar për mbrojtjen nga Allahu xhallahu ala. Megjithatë, asgjë nuk ia la rastësisë, asgjë nuk ia la rrethanave. U përgatit, planifikoj, ka mira, ku këmë pushu, kush këmë qenë shoku i ti, sa i duhen deri në Medinë, e si këmë shku në Medinë, gjitha ishte planifikuara, e pastaj në Allah në mbështet e unis. Prandaj, sot shohim jetën tonë shpesher kaotike, të pa organizuar, pa plan në ndërtimin e besimit, pa plan në mësim, pa plan në avancim, pa plan në shpenzime, ka teprime në shpenzime, mungesë të menaxhimit të duhur ekonomik të buxhetit shtëpiak, pastaj hyn në përborxje, pastaj në përkredi, e kështu me radhë. Gjitha këtu tregojnë një lloj kaosi dhe mungesë të planifikimit të duhur për organizimin e jetës. Besimtari planifikon, ne nuk e dim çka sjell e ardhmja, as e nesërmja, madje as e pas 5 minutave çka sjell nuk e dim. Por na planifikojmë e në Allah mbështetemi. E pastaj çka cakton Allah jemi të kënaqur. Që kjo është jeta e muslimanit, planifikon, në Allah mbështetet dhe i kënaqet me caktimin e Allah xhallahu ala. Kjo është shtylla e organizimit jetësor tek muslimani. Planifikoj. Mori sebep, ato nuk tha, "Nimon Zoti mua se pejgamberi jam unë." Nuk tha, "Nimon Zoti mua se unë në udhëtarit jam." Nuk tha kështu. Po më shef në shpellë. E doli natën, e doli fshehur azi, e doli në një rrugë tjetër, jo nga rruga e Medinës. E shumë sebepi ndërmori që të shmangte çfarë do lloj mundësie nga ana e Kurajshve me e kuptu apo me e detektu ka shku dhe ku ka shku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Meri sebepet vëndëruar për udhëzim, për rutjet familjes. Sot njerëz ankohen se djali, vajza nuk dëgjojnë, shkojnë udhët këqija kështu me radhë, nuk po mësojnë, në shoqëri të keqe. Çka ke ndërmarrë mos me konë që kështu? A ke planifikuar për fëmijën tënd vitet e ardhshme që shko me qenë, ku ka me shku, me kon ka me nejt? A je lodh për ta, a je munu për ta? Çfarë sebepe ke marrë që mos me qenë rrugë të keqe? Çfarë sebepe dhe shkaqe ndërmerr, çfarë masë ndërmerr, që ai me u kthy në rrugën e dur? Nuk është të ndërrudhë rrugdalje vetëm ankesa, viktimizimi, kërkimi që tjerë me të mëshiru e me të përgdhel. Nuk është zgjidhje. Zgjidhja është në angazhim, në përpjekje, jo në viktimizim. Jo më u shpasi viktim, që në të ngratit, në të shkretit, në pohjekum. As si individ zban me qenë, as si familje, e as si shoqëri. Nuk duhet me kultivu mentalitetin e viktimës, e të hjekurit, e të shkretit, jo. Por duhet me kultivu mendësinë e atij që përpjeket, mundohet, krejt masët e mundshme ndërmerr me institutje. Prandaj, sa ka mangësi shoqërinë tonë, sa aspirojmë me kon hala më mirë vendi jonë. Çka kena ndërmarrë ndaport me këtë? Sebepa që kena ndërmarrë janë të mjaftueshme, duhet të shikuar gjithmonë. E hijreti na rikujton ndërmarrjen e masave të duhura në vazhdimsi, edhe në nivelin individual, edhe në atë familjar, edhe shoqëror, edhe shtetëror, të ndërmarrim gjitha masat e duhura që ata që janë më të mirë me na udhëheq, ata që kanë përgjegjësi e dignitet me na udhëheq, në çdo nivel, në përparimin e vendit, në ruajtjen e tij, pastaj në gjitha aspekte jetës, ndërmarrja e masave, jo dorëzimi, jo gjynëzimi, jo ankesa, jo viktimizimi, po përpjekja, angazhimi dhe planifikimi. Kjo është ajo që na jep hijreti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe më përmbet të kësaj hutbe të vëllezër, ajo që na mëson hijreti pejgamberit shumë na mëson. Krahas sakrificës, krahas planifikimit, na mëson edhe bashkëpunimin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pat mundësi vetë me shkuën hijret. Nuk ishte frikë nga rruga. Megjithatë, e zgjodhi shokun e mirë. E zgjodhi shokun e mirë, kanë e zgjodhi. Me kë u shpërngul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Me Ebu Bekrin. Që japë kuptuar të ndërvëzër se vetë këtë dunja s'mundesh me ia dal.
të duhet një grua, nga se kështu ndërtohet familja. Andaj, përzgjedhni një grua të mirë, një bashkëudhëtar të mirë, i cili bashkë me ty i çon përpara kuptimet e dhura dhe ta mundson me jetësu qëllimet madhore për cilat nesër kemi dhënë llogari për Allah të mënduar. Ndihmon me eduku fëmijët e kështu me radhë. Përzgjedhë për veti shoqëruesin e mirë të jetës, por edhe mikun e mirë të punës, edhe mikun e mirë të nesë, edhe mikun e mirë kur rrin e ecë me të njëjtën e kësaj bote. Bashkë duhet me ecë përpara. Vetë nuk ka mundësi askush. Por me që duhet me qenë bashkë, nuk duhet gjithçysh me bu bashkë. Por duhet me bu bashkë të mirët kundër çdo të keqe dhe kundër të gjithë të këqijve të tjerë. Nëse të mirët bëhen bashkë, atë janë forcë e madhe, atë janë fuqi e pamposhtur. Por ku me i bë të mirët bashkë? Ku me i lidh të mirët? Disa i ka kap zhgënjimi, disa lodhja, disa izolimi, disa ikja e kështu me radhë. Është thirrje për këtë mirët, e dashamirët e këtij vendi, e këtij populli, e besimin në Zotin xhallahu ala që të bëjnë bashkë dhe të fillojnë shpërnguljen, jo ikjen, por shpërnguljen nga një situatë të zymt në situatë shumë më të mirë. Nga se të ndërlozër, shpërngulja nuk është vetëm lëvizje fizike, por shpërngulja para së gjithash është lëvizje në drejtim të ndryshimit, përmirësimit të gjendjes, është lëvizje shpirtnore, është lëvizje e mendjes, është lëvizje e shpirtit, para se me qenë lëvizje e trupit. Ndryshimi pozitiv që njëri e bën nga një pozicion në një pozicion tjetër. E në këtë ndryshim shpeshherë na duhet një shok i mirë, na duhet një përkrahas i mirë, na duhet një mik i mirë që na përkrah, na inkurajon, na ndihmon, na këshillon, na frenon. E jo dikush që i hap udhët e këqija edhe zgjedh cilën po don me marr, nga se kjo është udha që duhet ndjekur. Na ruajt Allah nga shoku e nga miku i keq e i pandërgjeshëm. Të ndërmozur, hijreti është ngjarja më e madhe e mundshme. Duhet të marr mësim. Duhet me kujtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mundin, lodhin, sakrificën e tij që mbush zemrat tona madhrim, dashni dhe respekt për këtë pejgamber alayhi salatu wasalam. I që u shpërngul për hatër të Allahu xhallahu ala për me rujt njerëzimin, për udhëzimin ton. Andaj mësimet e kësaj ngjarje nuk duhet të jenë sipërfaqësore, formale, nuk duhet të jenë me karakter vetëm gjeografik apo historik, por duhet të tekalojmë këtu për masa që të shndrojmë një shkollë ku ne mësojmë, edukohemi, frymëzohemi në vazhdimsi nga mësimet e shumta nga kjo ngjarje e begat dhe e pasur. Allah na ruaj zemrat tona. Allah na mësoj që të shpërngulemi gjithmonë nga e keqja në të mirën, nga e dobta në të fortën, nga ignoranca në dije. E na ruaj Allahu xhallahu ala nga çdo situatë që na detyron me lënë vendin ton. Kur mos e ktheft Allahu atko që u detyruam me lëshu vendin ton grupe nga presioni, nga dhuna e armikut dhe agresorit. Na bëft Allahu xhallahu ala që timi të vëmendshëm e të kujdesshëm e mos lejojmë që situata të përsëriten ku një musliman, ku një besimtar e gjen veten të huaj në vendin e vet, e gjen veten përjashtuar në vend vet. Zoti mos e bëft kjo situatë më ndodh, nga se padyshim pastaj besimtar nuk ka shumë opsione para vetes së tij, e Allahu na ruaj nga ato situata, nga ato opsione. Kërkoni falje nga Allah, nga sa Allah është falës mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të nderuar zot, sa përmendet hijreti, përmenden së bashku me to edhe shumë gjëra tjera. Nga ato që përmendet dhe dua të jetë përmbyllë e kësaj hotë është edhe familja e Abu Bekrit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u shpërngul por kush ishte ajo që e përkrahte? Kush ishte logjistika e kësaj shpërngulje, e këtij hijreti? Kush ishte? Familja e Abu Bekrit. Djali i tij, vajza e tij, familja e tij. Përgatitin ushqim, dërgonin ushqim në shpellë. Djali i Abu Bekrit merrte lajmin në Mekë çka po ndodh, e dërgonte babës lajme se kjo po ndodh, që të kenë kujdes kur me lëviz, kur me dal. Një familje e bekuar, një familje ndërtuar në besim, një familje ndërtuar në edukat të dur, i gjinde gjithmonë njeriu në situatat më të vështira. Një familje që realisht është vendimtare në gjërat e mëdha të ndrozur. Edhe tek ne ka familje të tilla që kanë qenë vendimtare në ngjarje të madhore. Kanë shembull e sakrificës për kushtimit, madje edhe të flijimit në emër të asaj që njerëzit në emër të Zotit me gëzu atë që ju takon dhe atë që është e tyre. Prandaj të ndërtojmë familje të fuqishme, të ndërtojmë familje të organizuara, të cilat janë në gjendje me kontribu
janë në gjendje me qenë produktiv e të mirë në emër të Zotit për të mirën e vendit popullit. Jo familje ku dominon egoizmi, ku dominon materializmi, dunjaja, po familje ku dominon parimiteti, ku dominon shpirti i bashkëpunimit, ku dominon dashuria, respekti, mirësia, një familje ku dominon dashuria për tjetrin, minimu dikujt, me nda me tjetrin, jo veç me vetveten. Na duhen edhe ma tepër familje tila se që kemi. Kemi, elhamdulillah, por duhet me qenë shumë ma tepër, duhet me dominu kjo gjendje në familje tona, të dominon dashuria, respekti e bashkëpunimi. Andaj, hijreti qëtë në pa dhe familjen e organizuar, qëtë në pa familjen që bashkëpunan, e cila ishte nga faktorët vendimtar që të kishte sukses shpërngulja e dure Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E shumë mësime të ndërlozër, e shumë dobi. Ta kujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ta kujtojmë duke lexuar për te, duke qenë salavat me te Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Ta kujtojmë përmes fjalëve që i la, porosive, ta kujtojmë si shembull, si model, ta kujtojmë si shkollë e edukatës e formimit, e shumë fusha tjera të jetës. Ta kujtojmë çdo ditë, çdo moment, jo vetëm situata të këtilla, jo vetëm në muajin Muharram, a muajin Ramazan, a Rabiul Awwal, po në gjitha muajt, çdo ditë, vazhdimsi. Ta kemi parasysh para vetes tonë këtë figurë të ndritshme, të pazavendësueshme, të pa alternativë për krejt njerëzimin deri në gjykimin. Allah na bëf pasues të denjtë të tij. Na bëf Allahu xhallahu ala përfaqësues me të vërtetë të drejtë të asaj çka u sakrifikua për të dhe u fliua për të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëf ndriçues për të tjerët dhe të dobishëm për vendin, shoqërinë dhe njerëzimin në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله